Nëse kemi një mendje të shëndetshme, kemi dhe forcë për të përballuar dhe frikrat e të ardhmes, pasiguritë e të ardhmes. Ajo që mua më jep shpresë në ditët e sotme është që rinia po reagon ndryshe. Rinia është më e hapur. Rinia është ajo që ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe unë nuk jam dakord me shumë prindër që thonë ky brez kush e di, nuk do ndrisi asgjë. Se ke dëgjuar ndonjëherë prindër që thonë shprehje të tilla. Unë nuk jam absolutisht dakord. Unë besoj se ky brez, kjo rini është thesari që ne kemi në dorë dhe nëse ne e pasurojmë me dije, me të vërteta, me forcë, besoj se ky brez do jetë ai që do na tregojë ne se janë më të mirë se ne, siç ne mund ta them me bindje jemi më të mirë se prindrit tanë që më të mirë se gjyshrit tanë. Pra, asnjëherë nuk duhet të humbim shpresën si prindër, por jo vetëm, si të rinj, që e ardhmja është e pasigurt. E ardhmja do jetë fantastike, mbi të gjitha shpresë plot për këtë rini që tregon shumë dhe jep shumë.